Sot nga sheshi Iliria këtu në qendër të Tetovës vazhdojmë kampanjën e promovimit të programit për 4 vite të ardhshme. Veçmë jemi duke punuar për një rini të shëndosh, një rini të kulturuar, që do ketë aktivitete kulturore, aktivitete sportive, aktivitete të përditshme për një jetë aktive. Në këtë drejtim, veçmë kemi vënë në funksion qendrën rinore, ku të rritë në çdo ditë po shprehin projektet, realizojnë projektet e tyre duke shprehur kreativitetin e tyre. Po ashtu janë veçmë duke u ndërtuar 2 objekte të shkollave të mesme në Tetov, janë duke u ndërtuar 2 pishina, është duke u ndërtuar stadiumi i qytetit, janë duke u ndërtuar terene sportive tek qendra sportive, pra janë shumë projekte të cilat janë në realizime sipër për të pasur rinia jonë për të pasur më shumë mundësi për të shprehur kapacitetin e saj, për të shprehur kreativitetin e saj, për të shprehur potencialin e saj në sport, në kulturë, në arsim, në gjithë atë që prezanton sot rinia. Me këtë ne po punojmë që jo vetëm ta mbam këtu rinin ton, por edhe ata që janë larguar të shohin një mundësi për t'u kthyer dhe për të vazhduar që të kontribojnë për Tetovën, për qytetin ton, për një jetë më aktive të rinisë tonë.